Mbledhja e kësaj të hënë e Këshillit Bashkiak të Pogradecit u shoqërua me tensione të larta dhe përplasje fizike, pas miratimit të vendimit për dhënien me qeratës sipërfaqeve kullotore në fshatin e Cërrave. Banorët e këtij fshati, të cilët prej kohësh protestojnë kundër këtij projekti, shprehen pakënaqësitë e tyre duke thirrur turp për këshilltarët që votuan për këtë vendim. Gjatë mbledhjes pati një konfrontim fizik mes këshilltarit Engjëll Shyti dhe një prej banorëve, ndërsa këshilltari tjetër, Arbër Male, deklaroi se bashkia po rrëmben tokat blegtore dhe se disa këshilltarë kanë qenë në presion për të miratuar vendimin. Specialistët e bashkisë argumentuan se tokat aktualisht përdoren nga banor, por pas këtij vendimi, ato do të jepen me qira dhe banorët aktual do të konsiderohen si zaptues. Ky vendim ka shqetësuar banorët e fshatit, të cilët mbështeten kryesisht tek ekonomia e blegtorisë dhe nuk e dinë se si do të reagojnë në vijim. Situata në Pogradec është bërë shqetësuese për komunitetin lokal, duke theksuar tensionet midis interesave të banorëve dhe vendimarrjes së autoriteteve bashkiake.